Artur nga ja? Nuk e di. Nuk e di, domethënë mund ta vazhdoj akoma. Mamin e kam nga Tibra, babin e kam me origjinat e Pelena, unë kam lind Durrës, jam rrit Tropoj, kam marrë në Tiranë, punoj shijak, kam punu në Itali. Po, pastaj po të fillojmë edhe me gjyshin që një e kam nga Malësia e Tiranës, një e kam. Domethënë është nga gjithë Shqipëria, unë kam ke marrë copza karakteri? Kam marrë copza, gjyshin e kam Shkodrane, domethënë ka plot. Nuk isha rastisur deri më sot këto farë puzzle, duke e njohur natyrën tënde. Duke njohur, me kë parafron? Unë duke njohur natyrën time, do kisha qejf që të kisha qenë tropojan. I përhershëm. Pse? Sepse mbase nga që jam rrit atje, do të thonë dhe unë kam njoft më të mirën e tropojanëve, do të thonë kam njoft mikpritjen, kam njoft bujarin, ndoshta ata me njëri tjetrin janë shumë tashpër dhe kemi një gjuhë histori plot, po me jabanxhit që thoshin ata që na qunin jabanxhit, do të thonë ishin shumë të dashur edhe jam ndjer shumë mirë atje, do të thonë edhe biles kur erdha këtu në Tiranë që u transferu babi dhe erdhi këtu në Tiranë, më duke pak habi që këtu, do të thonë njerëzit ishin pak më të dredhur, në kuptimin që ta dridhin kollaj, ishte tjetër botë. Tjetër burrni atje.